Ish-ministri i jashtëm Besnik Mustafaj shprehet me nota pesimiste për situatën në të cilën ndodhet Partia Demokratike, ku thekson se humbja 3 herësht e zgjedhjeve e ka zhytur në krizë të rëndë. Si një nga themeluesit e kësaj force politike, ai kritikën më të madhe e ka për kryetarin në detyrë, ndërsa edhe më herët e ka quajtur garën e nisur si të pabarabartë mes kandidatëve. Tani, unë nuk do të bëj këtu një nekrologji të Partisë Demokratike, unë jam një njeri që e ka jetën shoqërore, domethënë të lidhur me fatin e Partisë Demokratike, jam një nga themeluesit e saj dhe unë mund t'ju them se në mënyrë universale një parti e madhe, alternativë pushtetit, që humbet zgjedhjet për herë të tretë, sigurisht që është në krizë shumë të rëndë. Vendin e shënë ullkryq pasi po rrezikojmë një shoqëria politike që ka sjellë sipas tij minimin e demokracisë. Dëshpërohem shumë nga defektet e mëdha që ka politika në zbatimin e demokracisë, në ndërtimin e institucioneve, në marrëdhëniet e individit. Ne po rrezikojmë tani për shkak të politikës keqe, po rrezikojmë të kemi një shoqëri apolitike. Dhe shoqëritë apolitike, sidomos rinia, me indiferencën ndaj politikës, çojnë në minim të demokracisë, çka do thotë i hapin rrugën gjithmonë kthimit të regjimeve autoritare edhe më keq se autoritare. I ftuar në Intelektus nga qendra rinore Arka dhe në moderimin e Andreas Dushi, Mustafaj u ndal në marrëdhënien e tij me politikën, shkëputjen prej saj dhe letërsinë. Për këtë të fundit, i ka pikpyetjet e veta mbi mënyrën si qaset sot rinia me librin. Unë nuk jam shumë pesimist, por edhe krejt optimist nuk jam, në kuptimin që unë konstatoj që brezi i ri ka një marrje distance, ka një largim nga libri, ka një prioritet në jetën e brezit të ri, informimi dhe jo formimi, çka është për sa i përket bazamentit kulturor të njeriut, është një gjë krejt tjetër. Dhe unë kam shumë frikë se shkëputja nga libri, shkëputja nga leximi, përveç të tjerave, i bën sipërfaqshëm njerëzit. Besnik Mustafaj është vlerësuar nga kritika shqiptare dhe huaj si një nga autorët më përfaqësues të letërsisë moderne shqipe. Në 2013 botoi romanin Autoportret me teleskop, që u vlerësua me çmimin libri artistik i vitit.